Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miq të mi kudo që jeni. Ndodhemi sot në Lipjan, fshati Gumnasil. Kush është fshati Gumnasil? Për çka njihet? Si është mënyra jetesës? Sa është si fshat i banuar apo i braktisur? Këto dhe shumë të tjera do i kuptojmë minutat në vazhdim. Qëndroni me neve. Jemi në fillim të fshatit, fshati Gumnasil. Me fillim nuk po m'pëlqen pa pastërti gjithandej. Shifin e mbeturinat si kanë hedhë në rrugë, përveç kësaj edhe infrastruktura nuk është në nivel, ka qarje, përshëndetje. Ka qarje të asfaltit, edhe besabes, këtë trotuar nuk e kanë edhe aq nivel. Po që kam pëlqen në fshatrat e Lipjanit, gjithandej pozita është shumë e mirë, shumë e përshtatshme, është e rafsht në sallën. Ta mërmenja jetë të bo gjirime në sallën. Shumë mirë. Interesante, për dallim nga fshatrat e tjera të Lipjanit, ky po që mund të jetë fshati më i papastërt, me mbeturina, mbetet me u po gjatë rrugtimit tonë, por në fillim shefeni kapi pamjet andit gjithandej, edhe mos ma hedhni fojnë. Kamera i kap edhe nëse s'du me thonë, po nësë jem aspari që nuk e thëmë, se shpërthej, kur të shop mbeturina, pse me i hidh, dukurit e këqia duhet me i luftu, me u vedisu, gjithse cili prej nesh, këtë dukuri nuk po na e silla askush, na vetë po e bojmë. Kështu që po vazhdojmë, të shofëm fshatin Gumnasil, se di pse po mjepet mi tha Gnumasil. Një emër interesant. Ftesa është bërë nga Mërgata, po du me i përshëndet. Ka qenë ftesa qysh mëti me ardhe në këtë fshat, por ja i erdhi ky smeti, edhe këti dal nga dal, radh me radh do jemi në çdo cep të Kosovës, me emër të Zotit. Jam të ndëgju do motora, po punojnë diçka. Qetësia është absolute, po e dini tashmë, por që ne dim ta bëjmë atmosferë për gjatë qëndrimit tonë në fshat. Më duhet me përdorë sistemin tem, o i zoti shtëpisë, se për ndryshe shefeni lëvizje ka të makinave, por banor nuk është që kontaku. Jemi ende në fillim, mbetet me u pa shefeni me turinat. Pse brekshtë, pse ma preshtin qefin? Unë me dëshirë nuk tregoj. Me dëshirë kisha thonë si në fshatrat e tjera, o sa bukur, sa poster, por që në kësi raste më duhet ta them që nuk po m'pëlqen. Po vazhdojmë kështu rrugëve të shofëm për çka njihet për ndryshe ky fshat. Ma ka dole meca, po mire ki valla, si me ka të mnjek në i kosh. Mos harrojmë me cek, shtëpit janë gjitha ndërtimet të bukura, përveç kësaj në çdo u bërë. Është pastërtia nivel, gjithçka në rregull, por që varllogun e kanë lënë mas dere. E kanë lënë në fillim të fshatit. Kam fillu si shumë me i kritiku, por kur e meritoj nuk kam çka të bëj. Kom e thonë gjithmonë, unë jam neutrale, nuk anoj. Qysh është gjendjen, ashtu edhe paraqes.
Po shihet se ka shumë toka, se di a janë të punume, veç kujdes ondi. Se di a janë të punume, a jo, di ka gjelbrim, di ka pak. Kjo qenka e mbjellur me grur, nga jo që po arri me po, do shta edhe nuk jeme sakt në këtë që po e them, por që hajt orë hesopi, edhe nëse s'ja që lejt dëmë si bëj kërkujna. E rëndësishme është mos m'ja huq me naj dezinformot kështu, se për ora i livo dhe kem sa dush. Hajde mërë lipjani, kujdes, nuk pas kam qenë qysh moti në lipjan, se mboj mend kur i m'kon, por që gjdo herë kemi kalu mirë në lipjan. Vetëm njëra onë qenka me trotuar, tjetra ju, ndoshta edhe për shkak se rruga është pak e ngusht, shefeni edhe këtu ka qorje, pra infrastruktura nuk është në nivel. Edhe këtu pas kam bo lavrimin e orës, hajdi inshallah me bereqet, inshallah ja shehojrim, se këtë virë mu ka nanku, mu ka qenë edhe shumë virë e bereqet, shme ashtu. Varet normalisht prej kushteve atmosferike, nuk është që është në durën tonë, por që punëturin edhe Zoti e dën, edhe ja qetë riskun dika, e gjën riskun dika. Unë po shkoj me një shkeputje, e po kalojmë në një tjetër pjesë, në këtë rrugë, se momentalisht nuk është që jem të po diqka që ja vlen me komentu përveç shtëpive edhe asfalt, as si gjë tjetër. Hajde shifemi atje. U riktheva, bofsha hajrë, që breme që të mi që atje ju këmë thonë po shkeputemi, po së munde më në shumë me u shkeput, shumë shkurt e kom. Jem të e po një rjedhje tujt, po më pelqenë këtë dizojni me gur, por që pak po këndërmën, edhe pa pastërti, shefeni atje tek pjesa e urës, është mblidh për logu, mbetërina, o, diqysh mbetërina nuk kom kënoq, kur ju thëmë, kom qefta më më bërlëk. Edhe, hajde po e komentujmë. Përshëndetje? Përshëndetje? Si je? Mirë. A je mirë? Dorën tina? Mirë. Qysh jeni? Mirë. Qysh po kaloni? Mirë. Kajtë mirë, shëqër zotit, po mbot qefi. Mirë. Qysh po kaloni këtë fshat? Jeni banor i fshatit? Po. Që sa vite? Shumë ha. I lindu me i rritu ma. Paket. Për çka njihet ky fshat? Për çka njihet? Si është si fshat? Mirë, super. A është i banum? Po. Po njerëz, a banojnë? Po, shumë po. E kanë braktis fshatin? Ja. Pse se kanë braktis? Ja, A jenë kushtet e mira? Mirë, këtë. Apo punon e diçka? Ja, dhe heq. Bukti pas ke ble? Po. Ende se keni hongër drekën a? Hala. Ani ju boft mirë, të përshëndes. Ha që ju mundu, po në halal. Ja, Qdo të halal. mirë. Faleminderit. Shtyllat elektrike i pas kanë disa të reja, disa të vjetra. A e din qka është po ma tërhoq syrin? Rrugicat shtrume të vogla, deri te dera u borrit vet. Kështu kishte shumë. T'ja bëj me shnet pak. Asfalt i ri. E, kjo pjesa po m'pëlqen, shumë pastërti, o borret pastërta, rregullume, o çudita në Lipjan. Çka është ky lëshim kështu? Shati i parë që unë e kam has në mbeturina. Lëvizje kemi nga pjesa e fëmijëve të cilët po shkojnë e po kthehen prej shkolle, automatikisht ma jep atë mendimin që fshati është i banuar, me qenë se ka lëvizje nga pjesa e fëmijëve. Sa e lezetshme kjo shtëpi, s'pas kam po me kësë ngjyri, pas ka kombinu hiri e mbëlt, edhe i gjelë bërtelit. Qa ka këto lavamona argjindi. E kam parasysh se jemi në një orar kur gjithë janë në përpunë si kurse ne, por që dikush pa dollë dhe nuk është ashtë ftoftë që mos me dollë pak. Delni pak shetit në merë një arë postër si ju bën hajrë. Delni ka pak. A që këtë tërtoqë, a? A me kom e ndollë, miri shkon.
Ja pra dhe xhamia, sa e bukur, objekti shumë i bukur, edhe pjesa e oborrit me atë sa po arrime, po është shtrume në kubza. E thot mi keshti. Përshëndetje, ka e keni hymjen atë flëtëroj. Hajde, apo më del për para, se mos po hinë tjetër ka. Po thua, hajde. Thot mi ka shti, se si më ka të e po, kujdes. Tha ka po shkën ty po t'hini, thot valla dha ty jëm tu të shumë. A dit, ku. Zemra më ceke. Pret para se me hynë në shtepe. Po shofa ma po kopi edhe diçka me komentu mos po mik, diçka varrizat e fshatit që në kanë. Nuk paska diçka, po vazhdojmë, masi që dalëm e kalojmë pjesën tjetër të komentimit. Valla qenë keni punëtor halal. Shqiptari kështu e dënë, tamam shqiptar qenë keni. Përshëndetje seni. Mirë Që falëndetje. ju au lodhë, që shka lutë? Qeve ca kemi fillu. Mirë sartë. Mirë si ju kemi gjithë. A dini cilën fshatini? Gumnasil. Gumnasil ish e tash bujari tojnë me tre. Bujari, mu ma kanë shkru Gumnasil në ftes. Po, kush ka ftuën? Mërgjimtarët më kanë shkru. Ku është cili? Po nuk i një bre burrë. Bërgjimtor kena plot. Keni plot, po unë nuk i një. A ju të shu t'i kun veçant, a veç kanë të azates rrugë? Jo. Unë e shkojnë bas ftesav. Kush bën mas shumë t'i ftesa, e që mbje mas shumë t'i. Po nuk e di ku shumë ka shkru. Nuk i mboj me emrat. Apo kupta veç ja u kthej faleminderit ditën e mirë. Jo, s'kemi po heq. Hajde po bisedojmë pak për fshatin. Unë s'ka problem. Fillimisht çka nuk më pëlqej në fillim të fshatit pa pastërti. Pse kjo gjendje Po kështu? ku s'është pa pastërtia Po vetë qa tje bre, a shkojmë kthehemi shumë. Ja. Pastërtia veç që hini në bore, krejve keti kanë pastërtin që E si kanë për A burë. këtu, nëse këtu të punu, a ka të këshësh gjdo kon ka beturina që qesin pa lidhje. Gjdo kon, gjdo fshat. O, vallaj, qëre. A ki pa fshatrat ka përshkoj? I ju të përcjellum na krejt. Më përcjell, ani mos xheloza pra, ki Jo, pas vallaj, absolut, na jena të knasht ka të në tonë, po, po të kuptoj. Falë për syza, se djellë. S'ko lidhje që, s'ko lidhje. Sa është si fshat i banuar? E një me pse më qite mëre për te ju burrit? Jo, a të jina me barë, dhe ku jem të punu, që ku i kem gjamiën, e kjellë një pomja shumë mirë, qëre, gjami me shqiponi, mos pa që po këtu e keni. Më qite këtu me po asfalt, hajde të shumë punime, qa po bëni, që shpëjetëni, që ka jeni të punu? Na jem të punu shtu të garort aty në req, të kojshia, punojmë me djallë që Keni biznesin e ju, va? Ja, privat punojnë, jo, po, këtu i kena rregullu këto kohë, s'ka burën, një dy garorta kështu me panel, gilindera, që shtu ku ka nevoj, si krejt tjerë që punojnë. Shumë bukur, mu më pëlqen me i gjithë të punu. Të punu, kush nuk punon që sot. Që tash me him fshat, Si je? që tash me him fshat, kanë e gjona për shpia. Këtë jënë puna, gjdo koqëra as rrugës nuk sheh. Krejt jënë të punu, këtë punë, po edhe ku punojnë ka pare. Ka po punojnë? Ka po Brenda punojnë, si unë, ja, jashtë, na për firma, na për shqitore, marketa, më thot, tash, të këpurdhat e kena aty, ku e keni ponë fabrikën e këpurdhav, aty ka të punsune shumë. Cila ke fabrika këpurdhav? Kur keni hi atje vëllim fshatit, me Metakifi që është kolegji, na janina e bardha. Apo e shen sa Aty punojnë shumë, fshatit tonë, femna ma shumë, fshatra tjera përresa edhe që janë rrëth fshatit tonë, aty punojnë këtë. Apo e shen se e ki që është kur nuk takoj banur dhe që nuk më tregojnë për fshatin. Unë e shkreta me mundësit të mija. Mos me taku kërkan, mu të këshilu, mu të kalzuan që është realiteti fshatit, na si fshat jena shumë mirë. Tani po ankoj një se ke taku filionin, fistekun, unë nuk i një. Si tash me thonë, së më falë, si tash me thonë ty, apo vjen Prishtinë të banesa jeme, pa të kalzu ku e kam. Ku e din të ku e kam banesin? Na, ti përcjellëm regullisht. Ti jo e gjeve nga për shpia, që dhove edhe me një sërva të kërë dhe në. Ja s'ka problem Unë e ka të shkoj halako me bëj. E ditë, këna përcjellë gjdo konë. Na për bore, na për shia, ja po ma qenë, ja s'u ma qenë. Ta shajdis edhe kur t'hyne për shtëpi, jam duket se me hynë shtëpi teme. S'ka lidhje, na ty edhe ta shibu se e fanshme të përcjellë krejt. Po seriozisht, na i përcjellë me emisionet, që dele, flete, zvejt, që gjendë jam fshatë, e sajnë i të knashtë, e sosini, na fshatë të unë shumë nashtë. Edhe nuk ka fshatë që s'është i knashtë sot. Sa është i banuar? A e tim për afër se sa kanë betë ose Qëre, sa e kanë veç unë e shem jena 4 vllazni,
Jena 4 vllazni, 2 kam jashtë, 2 jena këtu. Do më thonë 2 shtëpi janë pa banueshme tyre. Ka shumë që kjo është pa e pa banueshme. Që ku ka vllave na? Aja tjetra në tona e pa banueshme. Po malçon me çeroç. More ça 200 çito. Jo dhe kërë regalon çito. Se na jam kojshina. A pe do më mçit në rrugë? Jas, do më të qitë në rrugë, dilma çik nëna. Se thua si boshtel, se atje ku është ai kërë na i kem shtëpia 3 vllaznia. Edhe na ata që punojna. Mirë jetojna, mirë qojna me kojshien, probleme s'kena. Ju jeni njerëz të butë. Çashtu në vlerësana? Dikush na thënë. Keni problematika. Grota thonin e teger, ti po thu të butë. Ato më nifshin grota. Kuqelja se komandanti. Ja, komandanti se Po, gole. Ja, kom e di thirr, ka punë se punësh. Taksiroti son të sa me fletin në balkon. Ja, unë s'flej në balkon të musanin se jam bëdh fëmija ma qelin dera. Sa problem çështë. Njeni me gjithë po. Me fshotina? Me të vaj me të vacër. Këtu në fshotin tonë as nuk martohen në veti. Do me thonë çdo. Nuk mundeni apo shej respekti? Ja, shej respekti edhe këtu kurinor të partë u vendos të që martesa nuk xha me ndodh. Edhe që këtu kalojna mirë me fshat, kush s'kene probleme që me thonë, lumën e kena të rregullun, që pa pastërtia çdo kon. Se për bujna vetë, jo, në rregull, unë i vetë e pastroj që sa po i gjujnë, qëre, shitore fëmija ka shkojnë ka të morë i gjujnë, që të porës të i ka do se vetë fëmija për gjujnë. Kontinera ka posë rrugës, për i kanë hiqë, tash i ka ose cili veç mrena, i qesë mja që vini morë. Nuk e keni ndonjë mirë mbajtës kështë të fshatit? Ja, valla s'kena mirë mbajtës. Apo vetëm kompani jo, valla, veç kompania pastrime, si cili duhet me pastru para, o burrit, ose para derës vete me dollë, me pashlajis, me kry, po pak e bujnë ato. Ishte vetëm pjesa në fillim, ishte. Këtë pjesën këne ju. Që se ti është gatë fshatit, dhe me thonë se na jena në midis fshatra Banull, Llogovc, Llugagji, edhe që Allah pejkë është anë e gjote. Na jena në midiseve. Këtu në drejtim del në Llugagji. Se ti orë në bujarie, kena orë kjerën atje, po ti ma mirë me pas kjerën qëtu të gjamija, më nolë qëtu e ki kyqen e krejve. Por unë më duhet me bo në fillim të fshatit, me po fillimin edhe fundin. Po hajde ku o mirë, ti mos shko mi këqyrë senet, këveç ku jë keq. Ja, që, këshërë, unë e hi fshatit me fillim. Po shumë, po të djoni që të gazetari, thash ju, janë të bu, thash në shtana i gjerema, përnin, se shumë, adë dikush po kënane del, po kur të poshtë ty, thash jo, kjo emisionit qështë. Edhe një pyetje, tokat. Dytë, falë. Sa po punohen? Kush nuk le, që me thonë të na që e lom pa punu. Batal, ja se le kërkushiq. Kareti punuin. A ka familje që mbohet vetëm me atë punë? Po që shjo, ki shtolla të lëve do me thonë ferma, shtolla, ferma që shdu të ferma janë gjithsej në sedini? Jo një 4-5 sopa këtu të nanë, ka që i mojnë lëp, po lëp, rollë kona i shpi që e matë ashtë se... Po dojnë grotë, gjuja po. Valloj, jo, vojnë s'me apë gjygrotë, se me ku një grutem lume do t'bja plejnë. Po në së rëthon ata borri, pashtë e më thonë thash, zdonë kush lup, me mojt, ja, nena. A ka ndë një histori fshati, që ja vlen me cek për publikun? Qka që ne nuk e kemi ditë? Ka në histori? Histori ka çdo fshat, po ty bë nuk po di shka më thonë, për historit veçant, na që gjami qeki e na e këna maru katonisht. Që ky ven e kalon dikushit parve të unë, tash më stëm se mu aj person. Ma kalon e emnë që e kalon edhe aty në deshun Haxhia Bedeni Sufi, aty në plak, edhe katonisht e këna maru këtë gjami me Shqiponje. Asë një gjami nuk e ki në Kosovë me Shqiponje, na e këna qitu me Shqiponje, na e këna qitu si të veçan nalë të ka honën, po kështu e këna pas qefë si Shqiponje si... A keni ndryqimin se sem të e ka? Ja, me ndryqim, me kanalizim, me ka krejt sene, shotit nuk i falit sen. Ati o shkolla, në pofshi. Shkolla kënore? Shkolla, deri në klas 9 të shkojnë, ta e tjerë vazhdoj Lipjan. Qendër mjekësisë familjare nuk? Ja, s'kena, e kena ofër të Lipjanin bre, 4-5 kilometra tash edhe mu ta pru qitohen, edhe jena fshat dikon me 1500 banor, dikon ofër 250 shpi jena 70, qështu. A ma shumë ka brenda fshatit, apo mërgat? Ja, brenda fshatit ka. Ja, brenda fshatit ka, në unë thamë që plot familje kena që jënë jashtë. Mësëm një e dyta shpi edhe valla çdo shpi ka jashtë, po pëllota këtu ma shumë ti. Të na po, për të tjerë nuk e dijen.
Unë ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit për juve që u takum edhe i rënëm dy vizeta se vesh të përcjell në emision, fal. Faleminderit. Të përcjell dyqysh që shtë. S'ke pas, ku me më taku? Jo, the, A valloj ki ditë që ko me orë? Aj, valloj, nuk më thonë që s'ki me orë, po thesha që nuk pëjbujmë ftesë me orë dhe këto. Se ti ke dosh do fshotra anena, ke shku shumë lartë, kena përcjell adin në emisionin orë ndërë të shpis, E të orë këtu kur të banë këto thash jo, pa donë me dhonë një intervist pa lidhje. Thash më Jam mirë njëse, ju falenderoj shumë edhe juve që dolte na vizitut. Qikini ku, shku me pimë ka një kafe shlirë. Shumë Jo veç fjorë që faleminderit. ti pinë edhe qaj me limon, që jesin e krejt atuen, shkujna lirisht, pina kafe, ose kryni kejtu, unë ju qaj që tu pimë ka një kafe në restoran. E pastaj, kur ti përfundojmë gjirimet, po Kry besoj... krejt që tu jam, thirëm, ju qaj me herë, ja vjap ka një kafe. Ju falenderit që kjerë na vizitu, ditën e mirë. Respektin të rumë. Haxhe, a? Emrin? Jo, Abedin Isufi. Abedin, se di qka... E ta përzitani. Po, e meq me jo mo king. Shifemi, gjithë të mirë, faleminderit. E falenderoj banurin me numër 2. I kam selektu tash kështu me numra që e mos me munga të ru. Ishte një banur i mrekullueshëm. Oj, zoti shpis! A ke buko me navane. O, kreti kemi kry. Me buke, me qaje. Hajde po hi. Se dje, se kona i qenë. I qenë e paska. Oj, zoti shpis! A i një kësaj dhe shpia modhe. A do një mësafir? Jemi me kamir, a e keni problem? Doruntina jëm. Mirë si ju gjetëm. Bubi a han? Bubi a han, bubi. Përshëndetje Dorunti. Mirë faleminderit ju. A mojt? Që ka dole? Ju si jeni? Mirë. Familjen? Qysh po kaloni? Mirë, po kaloj mirë jo. Mirë dhe na. Mirë se keni ardhë, Mirë si ju hajde. gjetëm. Ku me shku? Ja, faleminderit. Këti kemi përfundu. Po, Është një mirë, 3-4 pyetje du mi t'i bo kështë të shpejta. Po veçona. Fshati për çka njihet? Fshati për shka njetë. Po. Fshati është me gjithat mirë të na. Për shembull s'ka kur që si mungon. E ti po të me ditë për ma largë, ma herët, apo... Nëse ka ndaj histori, mirë është me na tregu, diçka që ja vlen, diçka që ju dallon prej fshatrave të tjera tek kësaj komune. Në stonë. Fshati jonë përbodisht për shqiptarë, këto e din edhe para lufte e mas lufte. S'ka pasë do më akor. Këtu jena nuk kem të ardhen, jena veshtri më lati. Venali. Jena venali të partë këta. Të partë kërë formu katoni kujtë jonë e kur, dhe që jena venali këtu kemi 3 mahal, është mahalla për që tu i të anej, për të një mahal tjetër për gjamijes, dhe krena gjamijera është e ke po që dallën me Shqiponje. E ke vrejnë altë. Unë jam që e mbikëshyrë për fillimi dhe infante u maru. Edhe në fillim ja këna vendus na më ditë që është gjami shqiptare. Më është në mënyrë mas 300 vjeta, 400 vjeta, kur të vjerani me ditë që është qështu. Fshati pastër. Shkur të shumë fshati pastër, nuk o beloja, nuk o sene, o shumë i mirë qëmë nërveti, kitë katuni e në nërveti. Si ndeka, si ndreka, pa. S'po di tjetër qëfar mendimi kiti. Çfarë pune mirëni në këtë fshat? Qa punoni, qa boni? Qërë, shumica janë për puna, po momentalisht ka dhe që mirë shumë e bujqësi. Të nëse veni rafsht, bujqësia është të zhvillune. Toka pjellore. Po, toka pjellore, ketë rafsht, kena dhe toka të kemë pjellore, që dhe unë për veti 1.5 hektar gruan, kam fëmija në gruan, punojnë djemë, punojnë gruja, punojnë krejtë. Por mashallah në çdo bor pastërti. Po mirë, kem vllaznia në Austri vllavën e kam këtu sot, këtu tjetër jam anaj tjetër në kote. Po vallaj që. Ka çupore. Po alhamdulillah për Zotit, tani kam vllaznin e mirë. Nuk e vroj me kur gjo. Jo, edhe pse domethënë tash jena që 15 vjet dallse të shtëpiat vete, po ka të Zoti. Kujdesin e kanë ndaj juve. Unë kam kujdesin ndaj tyne, që kur të vi unë tash dalë jam shënxemit, jam shëket këtë punë me orë. Po rrim pak çati në flit. Ja po të çem vllovi ka orë tash për Austri edhe ja. Mu përmbot shumë qefi që e keni këtë dashni edhe respekt. Ju ka tik, o dhe i shtrina me kafe. Një kushtimin e në Balkane. Klik dhe me mro prej kafe, një 7 kafe mi kemi qitë. Të farë du shqoj. Kamomil, fruta molli. Së është problemi, që ato i kena musit, s'kema shumë për që të i kena. Ama vën halal se ja, ta ma puna, ja, së është problemi. Juve zoti ju dhosh bërëqet, veç edhe një 2 pyqi i kam. Martesat nuk i bëni, ja? Jo, më satë jo. Shkak të respektit. Ja, për shkak të respektit se jemi në tregova që janë me zvetin deka sene, martesa nuk o të na, nështë ka ndodhë në ajo për 100 vjetë, për shkak më që e dim, po ajo ka ndyqysh, amo këto tjerë dhe kena jo. Cili është banori më i dashur mi këtë në fshat?
Që e keni kështë për qifi. Panuri Jo që bënë shumë hajgare kështë. Po sa zotë më thonë drejtën kena panur shumë, që kuj me gore dollëm në zatet, me se jenë atafërt. Apo bashkoheni së dikur edhe sot. Bashkohemi dollëm, për shumë janë deka, dreka, dorës matina, bashkojnë shumicën e rostën, edhe pse i kemë rënë dorës matë si bëjmë restoran. Qëllimisht i bëjmë në burë, që mu të bu me fmi. Tamam, tradita shqiptare. Shumica bëjnë restorane. Na unë e kam micën që atje, është në Austri, kitë dorës matë që kena bu edhe kemë djemë të ri, kena bu këtë shpe. Qa me ndën, a kemi fillu pak me i humbë këto tradita tona? Shumica. Pse ka orë kjo? Pse për ju duket maleta më të kaltu drejt. Grotë të sëdit, mos me hi, apo a mos me hi matha? Po buhet shpia i bret, po buhet tanat, me 2 ditë më dorë, ose po vinë në veti, e kështu trak atje hizmiti me pore, edhe kur më vjen shpit vetë, sikur mos me mos dorë së meq. Me që e nuse që di që ka orë shpe. Po, përderisa ju po Ti ke bëjsh... po, se e ko shumë, vene, shumë shotra. Këtu për di fort mirë. E të na, se di na halo, e mojmë një traditë që do së ojmë shpe. Halo po u kullëshën Jo, që burrat, kullu po e me respekt. A mona i grep kur t'ju vjen? Po, qashtë. Vesh na i grep. Po djetë. Pa grep s'bën. Kryesoria qëre, tradita të në e konë gjithë mira. Me formalitetin. Për atë dhe njem si popull. Sigurisht. Ta është restoran për Hubrani. Ti shkon me familjen tonë të banë që atë, a tjetër të bëhet me një qështë, të më nuk i kontakt me miqasi. Këtu na domë për shumë nuk o që i dohmi ti i urrejmë gratë e burat. Po i bën lëvizet ma le. Na qëtu për shumë dhe bëjmë me cesëm, po i ki krejt ofër. Janë miqasia, s'penje mikineri kërkush mo, që po vje po del veç shpeshe. Ndorës më në restoran se shekër. Po, s'po mu nësë ati me shku në tavolinë, Ja, se po ty po shkon do po veç. atu, Po normal, ai qaj zotë shpjes me u folë që aty ne, rënë për përshëndeta keni mujtë e njërë dhe mo miki me mikin nuk njivet. A është realitet. Je vërtet E shumë. na, kështu, ndosh për tona, gjithdo mi qasi vjen i fole, shërë, rina burrat bashkë, për shembull kur muzika me sharkia, të bëhen tonë bashkë ato 5 minuta sofra edhe u krye misioni mur por të heci këngëtare. Qa me ndën, a ka me u këthy kjo tradita, dosma tradicionale, përsëri në barë si dikur? Vallaj, qëre, unë nuk jem shumë i vjetër, ashta së po më shep, po tradita tona të shku të hupë. Rinia për do më ndryshe. Na kena dosh më ndryshe, këta për dojnë më ndryshe, edhe po vje çdo herë qësoj që i folëm, i lej, se po bujmë i breti, kena blirë mobiljet e reja, kena vlu të reja, visov në shpia, u bu ato edhe. Edhe për fund, a e keni na i dosëm këtë vira ju të di? Kem një fejje se dorsëm jo. Veç ma të regon dotën edhe bam. Po, s'ka A e keni problem, shpet? po shpet lovit e kemi feju Super, lovit. se mu mjeku në dosmat. S'ka problem. E kam gjokun të rrët. Ujna më të shkrue, edhe na i bojna fejsat këto, kime vërtetu edhe vetë. Se jem shnosh, që jem shnosh qëre ku jem 4 vllaznia këtu pe, ati qyshin dhere, ati jena vllazni lak, vllaznin në të familja dhe tonë, e xhamia që të regova këtëre xhamia në shiko Shqiponi e Vajtë në komentu shumë Dhe mirë. ka pasar minerala klan Kosovën, në qatë dhe që këna lëgju, se kjo ka emrin e vlovit. Dhe po vlovje, emri i vlovit em është, po bab gjyshi që ju kohën, me qatë emrin, ja ka lënë këti gjallë sa kohën emrin vetë, tani kur e marum xhamien, emrin e tina ja të shikonëm. Kështu që fshatë e shumë i pastër. Nuk ka pastër të kështu që ti përshek. Fillim pralli ku mbo, ta dish. Ke bu se nga pishitore si vin qëre, Pishiturës të i gjutë që këtë lavi orë për Austrijes të. Unë me të i mbledhë të e lom bati hava burë, po s'pelom shumë, po që dërku vjetë për e gjunë. Dhe nuk po ki ku bashkë për çdo minutë për jam pastru, se kësaj do më pastër. Për urës të anena ka pak nuk i rri fërdi hote, se për urës fillon më hoda tjetër. Fiks, kështu e kum përshkru, e shënë të emisionin. Mu pëmbot shumë qefi që pas ka familje ende që i ruajnë traditat edhe mikpritin e pasket një vetë. Ja, Jëmë knaqë. Si ka tonë janë të mirë mikpritës. Valloj njëm knaqë. Ade ku njëhet ka tonë jonë. Pse e ka qitë rrugën bujaria në 99. E vrejte. Mu më kanë edhe në maps ma që ke gumë në silë si fshat, që e këna posë para luftën. Po më tregun për bujari. E tregun për bujarin. Nëse e di se një më kosi bashkë, këto ja këna gjitë për shakë, këtë luftë e këna pritë, shumë shotra këta. Edhe po vazhdoj që, bubi dëll pasha zoten. Ju pas kanë bosh shishkat pa prek, ko ka tu që rru. Ja, si në Shenë mërë. Po shtë me hodin formotat pas kanë dhonë, që është fshatë që ka emrin e shikën gjitën, që kjo logja Kelmendi është logja e jeme. Ati e ku është shqituria të këne, edhe në këtë njëna është tjetë logja, ati dhe jena 3 logje, po jena shumë jena veti. Shku s'ka probleme këtë të tonë, s'ka probleme. është i qetë, është i mirë,
Ti e kam shumë shata ke vizitu i ke faqëra janë, po elhamdulillah zotit për mas luftës çdo njeri ka orë vëdisua dhe janë Vallai në secili fshat e mirë ma mirë. Ja mirë. Në secili familje Mirë, kam punuar. nuk ka ndodh një familje më thonë ja s'po të pranoj. Ja, veç janë doj rrinë kamerat, mua kam taksirat të më zeka një kamerat shpesh. Seriozisht, po thëmë që unë e kesh me tjallë, disko të rruni qesh me që të, edhe kur të poshtë të hine, nuk është që u rejse, po isha dishysh i pa frita dhe, se kur e ditë që vjen. Është njeri pak pregaditet, po nuk që për shumë, nuk që për se në qëtu shka jem, me qëtu shka jem edhe Normalisht, presë. unë kur jetoj vetë, qysh jetoj, mus më bën përshtypje tjerë çka mendojnë. Mus unë pegom një të shumë kritikojnë, dola në Libjan, dulë pa kamera, mjerë për para, s'ka thu për këto, se kem këto një. E tash kur thira ma njofte zonin. Po, njofta, ja, njofta, po nuk i bosh pash mineral me të para. Ku për neve që na gjatë? Ku për neve s'kim që me thonë. Erdhën. S'kim që me thonë, jeni të pisa orë, s'ka problem me orë me këshirë. Ishte shumë knaci, ju Po, lumt. qofë se doni që lodhi, hajde e bojrom, s'ka problemes. Jena thapër. Ju përshëndes. Kalu fshi mirë. Po shkaj po ta marrë qatë bubin. Ja, mere bubi, pas gjestë, se në sekër. Faleminderit shumë. Çdo të mirë, respekt. Bubi! Bubit, ju pas kam bosh shish ka ca të mijet. Mo dash më hingër shumë pak vetë se s'ka shka shë. Hajde bubi me ti prej flukt. Wow, ka fillu koha me shi, ne thuja se s'po thëmë në përfundim, po shumicën e kemi gjëru. Bët shumë qefi që jemi kënaqë se dhe në këtë fshat me këta njerëz. Çka ta? Mikprica deri në fët. Ju lumt, njerëz të mrekullueshëm. Nuk hezitoj me thonë, nuk hezitoj, si të mirën, si të keqen, unë botë qefi me pas çka me tregu, çka me pas qëru, të e marë parasysh se emisioni shikohet ku do ka shqiptar dhe mundona me pas qëru mënyrën e ma të mirë të mundshme, por edhe në rastet e kundërta më do të me i potencu, me i thonë s'kam, si ja bëj ndryshe, kamera, gjithande i kop, kjo ondi bre, ondi i ka fojtë, se s'len gjopa kop. E tani unë me dalë me kundërshtim me fjallët e mija, Miku mër bubi, ja hupa bubin kon. Hajde vishte shë? Pa. Shef janë një dyrt me shqipon një mërgjimtar do të me qenë. Edhe makinën e paska nëse është i ti me tabelat joshit. Austria, qa është kjo? Po, Austri. Valaj, që ti mërgjimtar të bihi, se kanë qef me më po mërgota. Pa, të punu i gjitha. Oj, zoti shpis! E, punëtor, bre, a i një kësaj dëshpia modhe? Mirë si ju gjetëm, jemi me ka mirë. Nuk është gojle mërë në lipja. Mërgjimtar, a? Edhe të punu. Përshëndetje ndërum si je. Dorontina, ju mirë, si jeni? Si jeni? Që, ka pak ju, si jeni? A i një mirë? Rahat, që Ka nështë po mi shkojnë. krejt? është loq diknina se... Po, shqibre. Mos t'ja prishëm. Si në një mirë, rahat që nështë me halë me dirte. Të u baravote. Si ka i dy njëra. Si ka i dy njëra. Jo, mirë, familja. rahat. Mirë po shkojnë po ka përcejmë dy alak, që se si në Kosovë. Shumë mirë. Edhe nusja? Edhe nusën po e pyti qysh është? Mirë, falim. Me shëndet, familja. Mirë, Qysh po kaloni? Mirë, jo e një mirë, falim. ta bëllodh me... Ka pak që shtë na. Në përkatune, poshte për pjetë. Mirë, Mërgjimtar, mirë. a? Faleminderit. Mërgjimtar, a? Kur jeni ordë? Qa dhe Se veç ja u bëj kështu me mikrofon. Se ti fol vashë? 32 vjetë im në Austri, 32. 32 vjetë. Atje të gruja është 24-25. Keni ordë që sa? Në Kosovë? Kemi ardë njavën e kalu me Dilën. Dilën, apo? Kur keni me ikë? Vëllaj, para 2-3 parat, qëtu në kemi basë me shku, po hajtë dhe sot, hajtë dhe nesër, hajtë dhe sot. Pen dytë. Si, çdo mërgjimtare. Unë ju gjeta të punu, të gjallnu, a pak po punën një atje? Po, ka rrot do flita do sene, e kanë koha ki që ta është të pak koha unë req, ta është të hiki sa jam, të hiki gojle, qka me po? A kift familjes këto që jetojnë në Po fshat? të familjes kemi, dhe më thonë, këto shpia këtu kemi vlazën një lak jemi, dhe më thonë këto 4 shpia këtu, jemi vlazën, edhe këto kryna këtë jemi vlazën lak, dhe më thonë jemi një gjakit, këtë jemi dhe më thonë një gjak, jemi të afërmt, katuni është dohet në 3 mahall, dhe thonë janë shaljant, na jem kelmend, dhe kjo pjesë tjetër është prekopus, dhe më thonë muhajgjerë që jo thoi. Dhe thonë na jemi në mes, kënen muhajgjert, anë janë shaljant makalt, dhe na kelmend jemi këtu
mes fshatit. Çka ju tërheq më shumë ti me ardhur në Kosovë? Për çka veni më shumë ti? Shka na tërhjek, a bëdhe më së zebat, shka na tërhjek, shka na ka tërhjek, mos e kem nonën. Na ka vdek para 3 vjete, kështu vllazni laki, Apo të presi mirë vllaznia kur po veni? po mos më prit si shardh. Mos më prit si shardh. Ja mirë shumë, çdo natë jemi jate, unë jate e tjetër, dhe më këtë jemi bashkë gjithmonë. Mirë kalojmë, mirë ka përcejmë që është më smirë. Fëmija? Po edhe për çdo fëmija, unë kam 5 fëmijë. Do të thonë, 5 fëmijë, mashallah sa të ri, e kur ju bënën 5 fëmijë. vallaj fëmija huj rritën shpejt. Të në rritë shumë ka dale, qikën e modhe kemi të martunë, është në pej, në Rakushiq, edhe është në Austri atje. Pas kanë vend Edhe bukur. ta kanë bjem në demaj, ju këtë logare, ona në këtë bjem në demaj, shka o bo. Unë me istok, ata pej. Dhe me thonë, në kam 2 dje me 3 qika, të rritën i kam, 8-4 të punojnë në të rritën, jetojmë me shpi që ka madhë është të martunë, atje jetojmë qikën e mbatë vogël e kam 14 vjeq, e është në shkollë, tjerë që më këtë rritën, tash mas ju në rritë fëmija, po vina pak ma shpesh, të shpia në Kosovë, kurser po kem kohë që bëna bohet, po qohemi po vina, Austria, dikush të nuk është larg, është ofër, po unë shpesh ju thëmë këtu në të meve, edhe dojtë janë shumë ofër, po në 5-6 muaj në shkojnë të dojtë. Jo në çdo muaj, çdo 2 muaj, qështu mi për të mësia vi, dhe me thonë vi shumë shpesh në Kosovë, jo me lësë shumë e Kosovë, me vllazën, me konsen, koha për i këtë vetëm, se i ri nuk jam i kam 53 vjetë, po me konsen, asë një ditë nuk shkoj, po dikush tëtë, po leje hajde. Kur ti bëjsh 32 vjetë në perëndim, fëmija e kryen shkollat, punojnë, e kanë gjetë vetën, e kanë gjetë jetën. Krijohet rrethi. Krijohet rrethi, do të thonë më shumë kom vjet atje se këtu. Mo tash më thonë fëmijëve që hajde shkojmë ka, mos me funksionu nesër më thonë ja u bab na marr shumë ka marrë qof. Apo rin, kështu e kanë jetën e vet, le të punojnë. Mundsinë e kanë edhe nëse duhen me u kthy. Janë të lidhën me Kosovë, me vllazni lak me këtu vinë. Janë të lidhën vinë shumë shpesh. Që është mas kryesorja, këto tjera çështë bëhet më bëhen. Tash se kemi fatin krejt me kanë, domethënë, njëjtë. As ju për çef nuk e keni lëshu Jo, vetë. jo, unë e kam lëshu në atë kohën kur na kanë lypur ushtri, domethënë 94-ën, jemi kanë, po u dash me shku dhe shkum për pak e jetëm shumë. Që thojnë kush është shku nuk është kthy. Ku bën Tralljen atë. rrallë është tash është pak më vështirë me shku me mu vendos atje, po ata përpara që kanë shku edhe ata para neve që kanë shku vitet e 70-ta, kretë kanë shku për një jetë më të mirë, shkoj ta mbledhni traktor, unë i plezhve, ose ta bëni dorshëm, ta marrin shpinë diçka tani. Planët e njerë nuk rrinë kur, edhe qëto dhe njeri jetë, po inshallah veç jemi shnosh, inshallah jemi shnosh edhe s'kem tjera gale tjera të qështë bëhet një. Tash po du me pyet Nusen kur mendon me u kthy, me e lënë përfundimisht Austrinë. Se komandanti vetit apo? Ja, vëlla, më kthy s'muj me korë qef kena, po fëmija tash e në linda atje në rrit. Familjen tonë e kinë Kosova po? Po, do i kam këtu, do qështu na për Evropë, lazni, po. Kur po vini në Kosovë, ka po delni ma shumë, ka po e keni atë dëshiren? Po, na për familjarë se bi pa kështu. Sa shpesh po vini? Vëlla, në vit, 5-6 herë, ma shumë. Tash fëmija e në rrit edhe po vimun e kjo kështu që. Po knoqmi këto. I keni qitë celet në Terezi, fëmija e në rritë, vetë 3 po. Them se njerin Terezi nuk i qatë kur, po pak janë kushtet më të mira, shoqër zotit kushtet më të mira, ama ku nuk bën. Se thash, jeta në perëndim është e shtrejt, po sigur të nash emëll, kur punën 4 vetë, 4 rruga vimi në shtëpi është pak ma lehtë, për gjithçka. Se njeri që punon vetëm një familjari, e ka fëmijë është pak probleme, se është qiraja aja, po kur punojnë ma shumë njerëz me një banë me një shtëpi, tani është pak ma lehtë. Mirë, jemi elhamdulillah, s'moj mua anku, për mua është kryesorja, familjen e kam të shnosh, harmoni kemi, mirë kuptim kemi, këto tjerat nuk qojmë fort pesh, se të punu kërkosh nuk o bu milioner. Shumë e vende keni thonë. Kërkosh nuk është bu milioner. Tash po kalojmë tek pjesa e fshatit, çka ju pëlqen mas shumë ti në fshatin Gumnasil edhe pse po më jepet me i thonë Gnën Masil. Gumnasil, tash tjerët fshati Bujari, shkaku i luftës, do të thonë ka pas shumë njerëz që ka strehun kohën e luftës. Unë kam prezentu Fshati Gumnasil, po Gumnasil ka pas emrin edhe ka hala, po edhe Bujari thonë, çka më pëlqen, mu për vetin pëlqen, që ti në skret kartonit therrat më pëlqejnë. Kësme po t'ja jepëm do therra me vetina, po t'ja shtimi. Unë për veti kur vi këtu edhe veç në rrugë me dalë, me pa një kojshi, një kushere, edhe pse i vizitoj krejt, me një kushere, një kojshi me pa me përshëndet, dyqysh më do këtë e një vetin shumë qmallna.
çmalla, se me kojshi këtu me katronar me kret e kemi kalu gjithmonë mirë dhe kaloj mirë, edhe unë për vetë kam bën 23 vite këtu, pa dalë mërgim, domethënë mu këtu më kujton këtë ato të fëmirisë. Por që vitet më të bukura i pasi. Ato vallaj më të mirat ato nga 23, edhe pse s'kemi pas një kanë shumë më të A ki mira. ndonjë histori për gjatë atyre 23 viteve që i ke bon këtu në fshat? A ki një histori që e kujton, kështë me nostalgji, edhe të bën me undi mirë? Qa të kujtohet nga jo pjesë? Pasha zotë me thonë kur ju martu se nuk gam, mu i pa ta bot 10 vjetë, ja gati 30 vjetë, dhe nuk S'marrë ke kërkosh? Së marrë ke kërkosh, dhe kër e pa ta gjithë këtë vanusën tebe, lëpsha s'ma dhoshin, e pa ta shku e pa ta ikë. Pa ta ardhe. Po në qefak me vajgore, po që nostalgji nuk di diçka me vëshu të veçantë, po me të vërtet jam shumë i knaqur me këtë vend. Dikush të pare, mu më dhonë milionat, s'kam ku me di sa, po milionat më dhonë se nuk janë rrej këtë vend. Se është vend që e kemi trashiku pi babës, e kemi vlazën lokën, do më thonë katë desh, katë shkësh, kem vllazën tonë, do më gjakit tonë, jemi një gjak, me kojshi me krejt, jemi shumë të knaqen. Shumë mirë. Nuk e rrejnë me kurgjë. Bashkë me kurgjë e gjëve. Sholla knaqe gjithë Prishtinë jetën. mu adhon një ndërtesë më të madhe me të tëna, mu thonë, nuk e rrejnë. Normalisht edhe fshati është i bukur. Fshati është i bukur, Të fshati. mbeturina që ti ma kam prish qefin me fillim, po? Betorinat po të kallëzoj, na e mbledhëm shumë shpesh, po vje keq, nashta e shehet dikush, fëmija janë të përgjithësi janë të pak disiplinum, shkojnë shqitore, blenë, katë, vinë, i gjujnë rrugëve, po atë më dhajtë i gjujnë paqeta cigaret, e nëse ardi knasht aty mbledh, po i mbledh dhe i gjujnë kufët për logët edhe. Por që rëndësishme në gjdo borë që pash pastërti juve, veç ju gjeta të punu, po dihet, kështu që kjo është e rëndësishme, por edhe fshati, si fshat duhet me pas pastërti. Unë e kështë të thonë që zënjane kur e mojmë katun oborin mirë, kem qef mës me zgjedh një qevap cigares, e pse mës me mojtë edhe rrugën, se është pasqyra, është mirë. Se i tranova ka, po shkoj me këtë unë me njeri. Na këshyrë me misionet e juve, për cilëm, na për veti, dhe me thonë edhe misionet e juve i këshyrëm shumë, së për shemë një konë banullën do katune, e kur i shëh, qmallna. Normalisht. Tash po tu më ja u bon një pyetje, çka kishe pas dëshirë me ndryshun në misionin katunien? A ka diçka që kishe pas dëshirë me ndryshu? Valla, gjithçka është mirë. 100%. Veç inshallah Perfekt, po kamermani nuk rrëzohet më, që të sa nuk ti që me thonë. Se emisionet janë të mira, emisionet janë të qellume, janë normale, janë të mira. Janë i bio. shikojmë, Po, janë tamam. Kjo është veçanti e krejt. Do të thonë, rregullisht i këshirë. Faleminderit shumë. Faleminderit që na pranut në burrin e juaj, ishte shumë kënaqësi. Me mërgjimtorën e kam dëshirë. Ka një kafe. Me mërgjimtor, a e pim ka një kafe se mu ka tha fyti të fol. Hajde ande shkeputemi për pak qaste, po i pim kafet, po i shijojmë. Familja e mrekullueshme i Sufi, unë po du mi ju falendëru për zemërsisht, falemderit për kohën, ishte shumë kënaqësi, edhe falemderit nusës kështu në veçanti, se nuk ka hezitu dhe ka dalë para kamerës, nuk e pat problem heq. Faleminderit për juve. S'ka nevojë më me hezitu, na jemi njerëz. Po, unë e di Na se... jetojmë jashtë, do të thonë se kemi atë problem se vjen dikush, na njerëz jemi. Përpara ka hi shkaos, ka vit, e lemo tash në shqiptar që Milion e thirri. po edhe hiç pa thirr nuk është problem. Haj që shvejën e... Oj, zoti shpis. Haj një të zajtë shvija modhe. Ishte shumë kënaqësi. Je mirë, qeni mirë, ditën e mirë, kalofshit mirë, suksese. Faleminderit Tina, shumë. hajde, ditën e mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit për Për shërbimin, juve. faleminderit shumë, çdo të mirë. Miqtë e mi, këtu më do të me u përshëndet me juve për shkak të kohës me shi, do të me nxitu dhe me përmbyll ditën e sotme. Një fshat i vogël me zemër të madhe, një fshat i vogël që na dha shumë dashni dhe mikpritje. Kaq nga dita e sotme takohemi në fshatin e Radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje!